Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur ngjarjet më të fundit rreth çiftit Selimbo. Selina dhe Gimbo kanë qenë sot në qendër të vëmendjes pas një fotografie që Selina ka nxjerrur e veshur me veshje të mjekësisë, do të thënë zakonisht njerëzit ato lloj veshjesh i veshin në momentin kur do të ngjiten në sallë të operacionit apo thënë më tej. Selina ka ngritur një pikë pyetje se çfarë po ndodh me fatin e saj. Në faktu në fillim kur e pash, u shqetësova, thash Selina po bën ndonjë operacion, më shkoi mendja tek ndoshta ndonjë intervenim plastik, ashtu siç ne jemi mësuar të shikojmë nga personazhet publik, nga VIP-at tan, por ajo që unë arrita në fakt të kuptoj, nuk kishte të bënte fare me ndonjë operim, me ndonjë ndërhyrje, sa kishte të bënte me një reklam. Do të thënë nuk është duke bërë asnjë gjë, është duke bërë thjesht një reklam. Një reklam që është paguar, që unë kam dëgjuar që Selina paguhet me shuma shumë të mëdha dhe realisht ja vlen që të paguhet me ato shumat sepse ka shikueshmërinë. Unë mendoj që njeriu duhet të një herë i kalon miu në për mustaj që thonë tek ne dhe duhet ta shfrytëzoj momentin e saj. Selina tashmë e ka momentin dhe mendoj që do të jetë gjithmonë në fokusin e mediave dhe do të bëj gjëra të bukura, por gjithsesi do me thënë bëhet fjalë për një reklam e cila do të vijë së shpejti. Selina çfarë do që të bën, do me thënë qoftë moderatoren, qoftë artisten e ndryshme, qoftë këngëtaren, nëse do të kishte vokal për këngëtare, balerinën nuk e diskutoj, do me thënë tashmë edhe influenceren, ka një qëndrim të bukur në për të gjitha gjërat dhe unë mendoj që personazhi Selina na duhet sa më shumë në rrugtim. U trëmba me thënë drejtën, mendova tani se çfarë ka ndodhur sepse çifti ishte në ditët më të bukura, por gjithsesi do me thënë kishim të bëjmë me një reklam, kështu që reklama doli që të jetë fantastike.